Fani. Faniri është njerëzore. Tani Rogerti dihet për provokimet e tij, i bën për lojë, i bën për çështje njerëzore, nuk e di pse do të na bashkojë kaq shumë. Unë ja kam thënë një herë në prime që po të bashkohemi fort, mos ke frikë se ne të dy jemi më të fortë se ty. Jam i bindur. Këtë ta kam thënë. Me zor po pres. Por ka një gjë që unë aleancë më nuk kam kërkuar më asnjë, unë me ty nuk kam bërë asnjëherë muhabet që shiko se dua që Selin të vi që ne të bashkohemi prapë se ne t'i kthejmë dheri situatave më para, asnjë gjë e tillë. Sa herë ti ke folur me mua për Selin, unë të kam thënë nuk dua ta dëgjoj më këtë muhabet sepse ka mbaruar atje ku ka mbaruar dhe unë jam në lojë. Nuk i shkon ti. Nuk jam në lojë për veten time, për gjërat e mia dhe e kam përballë Selin deri në fund të kësaj loje. Shumë mirë. Selin? Atëherë vjen kështu natyrshëm të them mirë që mos u mërzit dhe nëse nuk fiton Big Brother, e ke një vend pune të eksploroj natyra si njif ka botën e kafshëve shumë mirë. Edhe se si funksionon me gjaun edhe me Luani dhe Luanesha, po të shkemo mirë se të ndërpreva. Unë shpjegova çfarë do të thotë Luanesha në botën e gjaut. Miri është shumë korrekt me këtë që thot, po mos harrojmë që në një diskutim me Shëndritin ishte Miri ai që mua më kishte lënë derën hapur. Kur të njëjtës pyetje unë Shëndritit i ktheva që jo, Miri te unë ka derën mbyllur. Unë kam dhënë një analizë, jo, Miri, po, mund të mbaroj, me leje Xhaxhimiri, mund të mbaroj. Mos e thuj Xhaxhimiri. Nuk është mirë ti referohesh te Xhaxhi sepse është një lloj Jo. Kjo është bravo. 126. Vazhdo. Se Selin, se ti je një brezi të ri dhe e di se çfarë është ageizmi apo jo? Pra diskriminimi moshor. Jo, se nuk e thash për atë. E kuptoj. Të preku shumë? Po normal se më ka prek edhe mu Xhaxhi Gerti. Një më e risa. Unë prek Ledioni. Unë nuk u preka, u prek Ledioni. Unë njëri di që i thotë për respekt, po nese, ndjes. Jo, ti respekt me mua Xhaxhi. O mirë, po flasim për tjetër. Atëre fol drejt jo me ironi. Vazhdo tani. Faleminderit. Ironi sa për pjesën e çfarë thot Rogerti, un kam bërë një analizë tjetër me time, ndoshta është edhe gabuar. Rogerti, në të vërtetë, në fokus ka vetëm veten e tij. Dhe çfarë bën me Mirin? Miri është ai që dëgjon Rogertin që flet nga mëngjesi në darkë, ju pse s'bashkoheni, pse s'flisni, pse s'bëni, e më thash, dhe Miri kur nuk është shumë i thon, "O Rogerti, do ta lesh të bisedë." Sepse ajo ta ka thënë. Po e kam thënë blan dot ky mund. Si? Është mendimi im, mos e kam dëgjuar ndonjëherë. Ne ishim të tre në living dhe ti nuk i the, "O Rogerti, do ta lesh të bisedë." Kjo tregon se intereson Selin sipas teje? Mirë, unë mendoj se po. Intereson një sekond. Intereson thjesht të flitet. Jo sepse intereson që kjo të ketë një përfundim. Sepse përfundimi duhet të jetë nga të dyja palët. Pra, dhe unë do ta pranoj Mirin që Miri të rikthehet ortakëria. Kupton, nuk mund ta bëj vetëm Mirin, një. Dhe dyta, Rogerti në fokus ka vetëm veten e tij dhe ligësinë e tij. Sepse çfarë ndodh? Do që Miri unë të tregohem siç e thash tek Mongelet, ta pranoj prap Mirin, të bëj një styqore dhe të fillojmë prap të kemi një ortakëri. Dhe në këtë mënyrë Rogerti e shikon Mirin si një lojtar edhe më të dobët se çfarë tregon. O burra të këtij vendja, mund ta mbaroj fjalën. O burra të këtij vendja, mund ta mbaroj fjalën. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Si po thoja, Rogerti pret që Miri të bëj ti rikthe edhe një herë keq interpretimeve të tij dhe gabimeve të tij, që ti thojë, di si është puna Miri, si ç'a bëre ti, si ç'a lojtari je, shkove prapë te njëjta lojë që ke, ik tani, ose ta mbaj aty afër se ka shok e ka bro, jashtë do ke marrëdhënie perfekte, që të bëj të njëjtën gjë, prapë Mirin ta mbaj në gjumë, se Miri nuk ka guxim ti dali përballë dhe të fitoj prap Rogertin në fund. Prap Miri do ikë se Miri s'po bën gjë. Pra në të dy anët sugjerimet e Rogertit kundrejt Mirit në pikpamjen time janë që Mirin ta largoj nga kjo lojë dhe mua po më leverdis. Mua çfarë nuk më leverdis është fakti që ky flet gjithë ditën nga mëngjesi në darkë, bashkohu me Selinin, si sa afrosh me Selinin. Dhe Miri nuk reagon asnjëherë por Rogerti na lodhe. Po s'është vërtet ne tre diskutime kemi bërë, tre diskutime ti ke thënë një gjë. Po Rogerti, po. Faleminderit. Tani, e rëndësishme është, publiko e ka pa këto 4 ditë, unë edhe Selin, automatikisht, duke ne në living tu, kemi thy atë... Jo, ta kam dhënë në aftësirën, mosu... Po mirë, ja, ma ke dhënë ti se ti do të rafet, pa problem. Edhe kemi folë njerëzillet, dhe Mirit i ka ba për shtypje, dhe ma bërë atë pytje, Rogertan, qëse kjo është njerëzillek, halal qof zoti, bravo. Qëse është për loj, turp vin. Ajo s'ka me në kur i thash Mirit, dhe i them tanë publikut, sepse të ndjeshe më në kjo përshë. Dhe unë nuk shoh as i gjatë keqe, një person si Miri, që në fakt
udhëzu, e ka ndihmu Selin gjatë kohëve të 50 ditëve që kanë qenë bashkë, për të pas një urë komunikimit që të paktën kuptojnë si jemi mirëmëngjes, a jemi mirë çabane, se ndoshta mund t'i dalim. Dhe prit 2 sekonda. Nuk e mohojun që unë i lutem të madhit Zot edhe lojes që inshallah pajtohen këto, sepse unë dali fitum, por kjo vjen nga Njerëzilleku, këto pas pati Njerëzillekun për të folë, nuk bashkohen kur. Po Selini intereson me pas mirin që ta sulmojnë sa herë dojnë, dhe ti thojnë të qova unë në finale, pa marë parasysh që në fakt miri e ka asistuar për finale, dhe duke më pas mu super kundërshtar, me më kap mu gjose bëj naj gabim, me naj deklarat, naj gja, që s'ka me e pas kur normal. Okej. A mund të shtë Arber, ja, pas opinionistëve, Arber. Zdona me bezdis Arbin. Unë mendoj që s'pare njerë Selin nuk e ka ngrënë karremin që do t'i lqoj Rogerti. Së dyti mendoj që në marrëdhënien Miri Rogert, Miri është treguar shumë besnik ndaj Rogertit. Ndërsa Rogerti ka me të futme nga mëngjesi deri në darkë. Sepse nuk mund pretendosh që unë e kam nga Njerëzilliku këtë kërkesën për bashkimin e ju të dyve, kur hyrje ti në shtëpi në atë kohë, qëndrimi jot për këtë marrëdhënie ishte incesti që i ke drejtuar Miri. Tani, o ke qenë me 2 fytyra atëherë o je tani? Atëherë din publiku. Atëherë din publiku. Jo, unë po eci me fjalët e tua. Unë po eci me fjalët e tua. Dhe më ka pëlqyer sjellja e Mirit në këtë raport, sepse gjithmonë, pavarësisht se çfarë ka thënë ai, gjithmonë kjo marrëdhënie po tregohet koherent. Po tregohet tamam shok. Pavarësisht se nuk po merr të njëjtën gjë në përshtrimin tim. Unë çka kam bë? Përpjekja jote për ta afruar Mirin dhe Selin është një përpjekje për t'i dalë. Bravo Miri, pra që se ka hëndër. Jo, për t'i dalë sikur Miri është një njeri që nuk mbijeton pas Selinin. Kush më? Miri mbijeton vetëm më vlla. I gjithë problemi i skemës tënde qëndron që asnjëri edhe as tjetri nuk e ha këtë, sepse të dy ndjehen të fortë. Dhe ndoshta edhe nuk të llogarisin ty fare, dhe prandaj nuk e marrin për referencë. Ndjehen të fortë apo ka një mungesë besimi ndaj? Ndjehen të fortë. Ndjehen të fortë. Normal, pse jo? Po unë isha fortë, është normale. Tashi që të themi atë që dihet kur ja thash në prajmin e kaluar Miri që duhet të iki nga hija e Rogertit, doli që se ka rënë në gjumë, doli që vërtet Rogertit I intereson një marrëdhënie ose përgjumje e Mirit, që ta ketë të qetë aty, ose një lidhje e Mirit ose rikthimi I partneritetit të Mirit me Selin, që në një farë mënyrë do kthehet në një lojë të vjetër, që do na kthejë mbrapsht, dhe nga ana tjetër do të shikonim një Mir që fillonte dhe zbeheshte në lojë. Sigurisht që Rogerti do bëj lojën e tij, është normale, se që kur ka hyrë në kuadrin e njeriut antipatik për t'i luftuar, për t'i sharë, për t'i përmendur të tjerët, dhe pastaj do kërkoj strategjinë e vet që besoj do ta vazhdojnë në ditët në vijim. Ajo çfarë shikoj unë, jam dakord me ato që thot Arbri, që Miri është nga të vetmit banor në atë shtëpi që nuk ka fyer, nuk ka qenë arrogant, ka qenë shumë I sjellshëm, ka ruajtur kornizat. Ka ruajtur kornizat e marrëdhënies dhe të qytetarisë në atë shtëpi, e kundërta nga ajo çfarë ndodh, po themi me shumë banor të tjerë. Edhe në rastin e Selinës, për shembull, Selina për moshën që ka, është shumë luftarake, edhe vendosur shumë herë, qoftë nga banorët, por edhe nga debatet, nga ne këtu, me shpatulla për muri, po themi për pjekurinë, dhe I ka përballuar, por duhet ndryshoj ajo në sjelljen e vet, patjetër duhet të jetë më e sjellshme, qoftë po themi në atë mënyrë metodologjin, duhet të uli notat e arrogancës, duhet të uli notat e po themi të asaj. Dhe të plasin me Mirin. Çfarë do të sjellë? Unë do kisha shumë dëshirë si Monik që ta shikoja dhe ta dëgjoja, po jam e bindur që mendoj dhe shumë të tjerë, të shikonim një herë në një bashkëbisedim Mirin dhe Selin, pa bërtitur, siç ajo që bëri me Rogertin. Siç e bëri ata me Rogertin. Pa bërtitur dhe të dëgjojmë argumentat dhe ata të dy na japin dhe ne arsyen pse ata kanë një debat pa logjik ndaj njëri tjetrit dhe ka që duhet fare aty. Ja, po normale A kemi diskutuar atë 50 prajme edhe ram dakord për të mos ra dakord. Ne diskutuam 50 prajme, por ne kemi dëgjuar vetëm bërtitje. Jo, ne nuk kemi dëgjuar për të kthyer përgjigje asaj pyetjes me cilën nisa prezantimin e klipit.
një ribashkim i mundshëm i Mirit dhe Selin, atë që kërkon të bëj Rogerti, qoftë për njerëzillëk, qoftë për strategji loje. A ndihmon më shumë Mirin dhe Selin, apo i pengon ata Karshi, Rogerti dhe të tjerëve? Unë mendoj që edhe Miri dhe Selin duhet bëjnë lojën e tyre në mënyrë të pavarur, por duhet na japin argumentin pse ata janë lojtarë në Big Brother. Dimon argumentin sepse janë ndarë, besoj na e kanë dhënë me Rogertin, i cili sapo të realizohet kjo. Sa po të realizohet kjo gjë? Është i pari që do dali do thot. E shikoni që këto e kanë pas dashur njëri tjetrin. Eksakt, kjo është skema. Kjo është skema. Nuk i them asnjë gjatë të dyve. Por duhet me thonë. Po Selin, po. Pavarësisht faktit që Miri ne jemi ndarë në ortakëri në lojë edhe patjetër që si lojtar përballë me unë dua ta shikoj jashtë, po Miri edhe këtë sugjerimin që unë jap në bazë të analizës që i bëj LSO Rogertit, ka një fije dashamirësi, se nga të dy anët, sido që Rogerti të dalë në përfundimin e kësaj kërkese, prap Miri deli humbur këtu brenda. Një dhe dyta, kisha shumë qejf të bëja Mirit një pyetje. Në klip tha që kjo do që unë të dalë Rogertit kundra, që të jap fitoren, unë nuk ja fal fitoren askujt. Po, si mendon ti se ma fal mua fitoren, duke bërë ti lojën tënde, duke i dalë Rogertit kundra, ma shpjegon dot? Ja ta them unë që nëse unë dal. Ke hum lojën tate ti. Ta dëgjojmë çik. Ta dëgjojmë përgjigjen e Rogertit. Nëse unë dal kundra Rogertit dhe i hidhem kundra për çfarë do lloj bisede apo situate, ai ka kundra me, edhe ti e kundra atit, ne të dy atë do të po si i dhuron? Si ma dhuron mua fitoren. E dhuroj pra sepse do pretendohet që nëse unë i dal kundra Rogertit, ne kemi bërë një aleancë të dy, që unë vetëm që të bëjmë me ty, nuk flas, po jemi për të njëjtat gjëra. Mos me pika, dhe ti unë luj mes për ta fituar tikët e te. Do pësin teme, unë luj mes. Me një ti mu vete. Ka argument ky deduksion, nuk ka argument. Ju e lam kalam. Vetëm tip ke ngel. Dakor, përgjigja u dha, ndërkohë dua t'i kërkoj pjesës tjetër të banorëve të kthehen në dhomën e ndenjes, po Miri. Ta them diçka për Selinin? Po. Unë për Selinin ose kundrejt Selinit kam kërkuar dhe ku kam diskutuar me Rogertin një bisedë njerëzillik, një jetesë normale në këtë shtëpi, sepse ajo të ignoron në çdo moment dhe kujton se ajo është më lart se aty kur i ignoron njerëzit. Selin, ulu me këmbë në tokë, sillu njerëzore, thuaj njerëzve mirëgjes edhe natën e mirë, edhe të bëf mirë, se ne të dy nuk kemi vrarë as me shpata e as me figa. Jemi njerëz dhe duhet të jetojmë në të shtëpi një orë normal. Fiktor nuk ta jep rëndësinë. Fiktor nuk ta jep rëndësinë. Dëgjoj publikun, nuk ta jep rëndësinë. Flet vetëm me kunja. Vetëm me kunja dhe ironi. Dëgjuese shumë e mirë, fatkeqësisht. Vetëm ironi dhe kunja. Kur ma ke kërkuar një dhe dyta, nuk kam nevojë ta kërkoj, sepse jemi njerëz. Një sekond. Mos harrojmë që ai diskutimi që unë bëra me Rogertin me tone të ulta dhe të qeta, ishte e njëjta linjë logjike për çdo debat që kemi bërë. Neve nuk u bëm vëllezër. Unë ishte të njëjta gjëra, vetëm se unë Rogertit zgjodha një herë mirë, t'ja thoja, me qetësi dhe me zë të ulët, sepse ashtu e gjeta momentin. Jo sepse po kisha dëshirë shumë të madhe. Kupton, po i kam thënë të njëjtat gjëra. Kështu që është e njëjta gjë, si ato ditë që ti ike nga pyetjet e mia, do kisha shumë pyetje tjera. Të njëjtën gjë do të drejtoj edhe në një debat, në një bisedë shumë të qetë, si? Selin, ika ka pyetjet e tua sepse ti fillove duke fol me kamerat. S'kishte më debat aty. Mbarum pyetjet. Një pyetje Miri, në momentin që Selin dhe Rogerti ishin duke bërë bisedën me tone të qeta, që për hir të vërtetës është për t'u vlerësuar, sepse nga ndonjëherë pavarësisht se mund të mos jeni dakord, ngritja e zërit nuk na sjell asnjë sqarim më tepër përveç se thjesht shqetësime në vesh. Dhe mund të diskutosh me dikë pa e ngritur zërin. A e mendon vërtet se ata të dy ranë dakord për ndonjë gjë apo thjesht zgjodhen që Selin të fliste me kamerat, Rogerti të fliste me kamerat, por mënyra se si flisnin të ishte e qetë. Ledion, në ato moment kam qenë dhe unë prezent, dhe kur përmënte emrin... Në një pjesë, Miri, kështë prezent. Po, në ato moment që isha prezent, o Selin, në momentin që unë dërhyrja, Selin ishte direkte të kthente përgjigjen, thoshte nuk po flas me ty. Dhe kjo është arrogancë.
Kjo është arogancë le në momentin që unë të rria për t'i shka, se edhe unë duhet t'ja mendimin tim të kjo të dy në një bisedë normale. Ti je përgjigjen direkte, nuk po flasë me ty. Dhe kjo nuk po flasë me ty, është arogancë. është arogancë. Nëse unë tentoj të futem qetësisht në muhabetet e juaja, atere ma je mundësin që njërzisht. Unë nuk mund t'i kërkoj do Selinit, hajde flasin njërzisht, kur Selini ishte ajo që më ka thënë bastard edhe ordiner. Dhe nuk ka thënë më falë për këtë gjënë. Po, në këtë rast ki parasysh që nuk është se i kanë thënë më pak njëri tjetrit Rogerti dhe Selini dhe prapë bën atë. Pra, ajo që dua të them, Miri është që duhen dy njerëz për të kërcyer tango dhe të duhet që të dy të jenë që nuk e kërkon me mua. Suplementare e kërkon me Rogerti sepse intereson. Jo vetëm për të qenë njerëzor, po intereson edhe për lojën. Duke qenë në këtë marrëdhënie thua ti me Rogertin, i intereson për të të lënë ty në hije. Patjetër pra. Ai kuptova, qartë, okay. E bëjmë edhe për njerëzore, për lojë që unë mos që ti të mos jesh i dukshëm fare, e kuptova. Jemi Big Brother. Jemi Big Brother, po patjetër që duhet edhe ti i nisur edhe nga komentet që janë bërë nga Monika dhe Arbri, jo më larg se përpara 4 ditësh. Tu jam, po i vazhdoj. Mbyllim lidhjen me shtëpi.